Kjo I përgjigjet pyetjes suaj që në Kremlin muzika nuk ndryshon kurrë, teksti ndoshta. Për ta çuar në një nivel tjetër këtë dhe për të folur sërish për të ardhmen e Europës, a do të thotë kjo që duke folur për 25 vjet e tutje, a mund të shohim ndryshim të kufive në Europë? Shiko, unë nuk besoj që në ndonjë formë a mënyrë, jo vetëm në Europë, por edhe në vendet të tjera të rëndësishme të kësaj bote, Kina për shembull, do të pranohej ndryshim kufish, sepse ata e thonë të gjithë qartë që integriteti territorial I Ukrainës duhet të jetë I paprekshëm. Kështu, por nga ana tjetër, ka forma të ndryshme marrëveshjesh të cilat mund t'i çelin rrugën paqes apo në formën e një konflikti të ngrirë, pa pranuar asnjë ndryshim kufish. Unë besoj që kjo është një qasje mjaft e drejtë, sepse nëse pranojmë ndryshimin e kufive me forcë, atëre do të pranonim që gjithçka kemi ndërtuar për kaq shumë dekada është çuar dhe që gjithçka është e hapur që kushdo të marrë çfarë të dojë me forcë. Por çfarë mendoni se do të jetë I prirur të pranojë kush? Putini. Po siç thash, nuk e kam takuar dhe këto kohët e fundit nuk kemi folur se çfarë është I prirur të pranojë. Është shumë e qartë që Rusia dhe ai ka bërë shumë mirë këtë paraqitjen, këtë imazhin e këtij kali madhështor të Rusisë dhe këtë frikën e rrethimit, pra ka luajtur fort dhe me sukses me opinionin e vet publik deri më tani letrën e mos lejimit të NATO-s që t'i afrohet kufirit rus. Përtej kësaj sidoqoftë, dëmi që po I shkakton Rusisë në një periudhë afatmesme afatgjatë është I jashtëzakonshëm. Momenti I vërtet I lidhjes me realitetin dhe I numrimit të plagëve të Rusisë do të vi kur të përfundoj lufta. Dua të kap pak atë pikën e Kinës që investon në lindje. Pyetja ime e parë për këtë është: a ka të drejtë presidenti Trump që të shoh përdorimin e mineraleve kritike përmes përdorimit investimeve dhe përgjetur një kompromis? Tani, unë jam më I gjati mes udhëheqësve deri më tani, po jam shumë I vetëdijshëm që vendi im është më I vogël, kështu që nuk besoj që mbështetur në gjatësinë time mund të jap opinione për politikat e vendeve që janë shumë herë më të mëdhej se vendi im. Shqipëria është një vend I vogël me udhëheqës të gjatë për momentin, por kjo nuk do të thotë që duhet të pasqihen duke dhënë opinione për tema kaq të rëndësishme. Pra, pyesësh mua, a ka Trumpi të drejtë? Çfarë përgjigje doni prej meje? Përgjigje të mundshme doni që ja përveç se Trumpi ka gjithmonë